Tashmë, duket se banorët të shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5 e kanë marrë lojën më seriozisht dhe tashmë dëshirojnë që të përdorin strategji të ndryshme për të ngritur në këtë lojë. Për sa i përket Kristi Lamajt dhe Birkena Selmanit, modeles e njohur, ata të dy duket se që në fillim kanë patur një marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Në momente të ndryshme, Kristi ka shprehur që i pëlqen shumë Birkena, megjithatë, ajo nga ana tjetër nuk e ka shprehur këtë pëlqim. Por, duket se në këtë lojë do të fitojë vetëm njëri dhe banorët në lojë nuk respektojnë asnjë person, pasi në kamera dhe në momente të ndryshme në shtëpi, Kristi gjendet me Selinin dhe banorët të tjerë, të cilët thonë se do të bashkëpunojnë për të nxjerrë Birkenën jashtë. Birkena është një nga personat më të preferuar të publikut dhe banorët brenda duke e ditur këtë gjë, dëshirojnë që ta nxjerrin atë jashtë, duke e ofenduar apo duke e bërë që ta agravojë në mënyrë që të bëjë ndonjë gabim. Megjithatë, ajo duket se është shumë e qetë dhe ka kuptuar strategjinë e lojës së saj. Nuk dihet se si do shkojnë ngjarjet apo nëse këto pamje do të transmetohen në Prime ditën e sotme. Megjithatë, duket se Birkena do të prehet shumë nga ky lajm kur të shohë Kristin dhe banorët e tjerë të shtëpisë duke folur negativisht për të. Kemi parë shumë herë që ato në fytyrën e saj i thon vetëm fjalë të bukura, megjithatë ato kanë nguruar t'ia thonë edhe këto fjalë të tjera që mungojnë. Gjithashtu, në Prime sot do të eliminohet një nga banorët dhe ato që janë në televotim janë pikërisht Armela, Juela, Lore, Lorna, Mali dhe Stenaldo. Për sa i përket Lores, banorët thonë që ajo të dalë pasi nuk po bën asgjë në shtëpi. Megjithatë, publiku nga jashtë ka vlerësuar shumë faktin që Seno dhe banorët të tjerë pëlqejnë atë dhe mendojnë që ndoshta ajo do të krijojë një lidhje brenda. Lorna nga ana tjetër duket se ka shumë potencial dhe situatat e fundit me Smirit dhe Selinit e kanë bërë atë që të futet në lojë dhe nuk pretendoj që ajo do të dalë. Për sa i përket Malit dhe Juelës, ata të dy nuk është se kanë dhënë ndonjë gjë në shtëpi për sa i përket debatave dhe dramave. Megjithatë, ndihen shumë të rrezikuar. Stenaldo duket tashmë se ju ka afruar Birkenës pasi ai i tha asaj që të stepet dhe ndoshta dëshiron këtë që ta përdor si lojë, ndërsa Armela, që kur hyri duke i premtuese, megjithatë në shtëpi nuk ka dhënë asnjë gjë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Kush mendoni se do të dalë ditën e sotme jashtë shtëpisë së Big Brother VIP, duke i dhënë fund çmimit të madh dhe lojës? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.